Këto dokumente kanë mund t'i përdorin edhe persona për të kryer veprimtari të ndryshme kriminale apo vepra terroriste. Pasaportat dhe dokumentet e prodhuar në laboratorin në afërsi të Prishtinës janë të mbi 50 shteteve. Është shqiptar, është kosovar, ka 2 emra, në fakt mbi emrin e ka në njërin dokumentacion të ndryshëm, ndërsa në një dokumentacion ka mbiemër tjetër. A është vlerësu çush e ka mrri ky person me ndërtu tërë këtë perandori të falsifikimit? Kemi vlerësu në bazë të dokumentave të cilat janë sekuestruar dhe ekzaminuar, duke pas parasysh telefonat të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes, kompjuterët të cilët kanë punuar këto dokumente, programet të cilat janë instaluar ato për punimin dhe zhvillimin e këtyre dokumenteve. Aty shihet se ka pasur ekspert IT-ve, ka pasur njerëz njohës edhe të letrave dhe të printereve të ndryshëm, të cilat i kanë siguru gjitha këto pajisje në njëjtin vend dhe kanë arritur që t'i prodhojnë ato dhe t'i shpërndajnë në vende të ndryshme të botës. Po ashtu kemi prova se këto dokumente janë porositur nga vende të ndryshme. Porosit janë marrë për çdo ditë, janë prodhuar dokumentet dhe të njëjtat janë shpërndarë pastaj në shtete të ndryshme sipas porosive. Pasaportat dhe dokumentet e prodhuar në laboratorin në afërsi të Prishtinës janë të mbi 50 shteteve. Pajisjet për prodhim u importuan nga vende të ndryshme për të ndërtuar perandorinë e prodhimit të falsifikimeve. Dokumentet dyshohet se janë përdorur për të ndërtuar identitete të reja për kriminal dhe antar të grupeve terroriste të rrezikshme, të cilët me identitetet e reja mund të lëvizin lirshëm me pasaportat e tyre të falsifikuara. Ka prova që individ saktur kanë marrë pasaporta britanike, por ende nuk kemi prova se a kanë udhëtuar drejt Britanisë. Por kemi kontakte që njerëz kanë marrë pasaport, janë porosit pasaportat, kanë adresa me Britaninë dhe numrat të telefonave që në të ardhmen presim që pas një bashkëpunimi me këto shtete edhe të zbulohen gjitha këto komunikime dhe struktura lidhje të këtij grupi. Ka mundësi që njerëz të cilët kanë ardhur në Kosovë në mënyrë qoftë ilegale, qoftë legale, janë pajis tash këtu me pasaport dhe kanë vazhdu drejt Evropës? Prova të tilla nuk kemi që vërtetojnë një fakt të tillë, por në bazë të prova që gjendën, kjo ka qenë mundur. Ka qenë mundur sepse kanë mund të porositet një pasaport dhe të vazhdohet me atë pasaport. Por deri më tani dyshimet më të mëdha janë se këto pasaporta janë porositur dhe janë dorëzuar personave atje ku janë kërkuar. Në këtë rast dyshohet se ky grup i ka personat të caktuar dhe ndalidhen e tyre me të gjitha shtetet, sepse nga të gjitha shtetet ata në një farë formë kanë gjetur klientët, janë porositur që të prodhohen dhe ato janë dërguar klientit aty ku ka qenë. Rreziku më i madh është këtu që përveç kontrabandës me njerëz, përveç prodhimit pasaporta në mënyrë ilegale, rreziku më i madh është edhe te kredibiliteti dhe vendosja e Kosovës si një vend hub, si një vend, një hapësirë ku mund të prodhohen, hapësirë ku mund të ndërmirën aktivitetet kriminale që mund ta dëmtojnë jo vetëm Kosovën, edhe vetë bashkimin, vendet e Bashkimit Evropian. Ka rrezik, pikërisht kjo veprimtari përveç çështjeve të emigrimit. Këto dokumente kanë mund t'i përdorin edhe persona për të kryer veprimtari të ndryshme kriminale apo vepra terroriste. Andaj edhe paraqet një rrezik shumë të madh lidhur me këtë veprimtari kriminale.